Për një gjysmë shekulli, kjo godinë në zemër të Tiranës, e cila njihej si shtëpia e gjetheve, është përdorur nga regjimi komunist si qendra më e madhe e përgjimeve në vend. Mes ditën e të shtunës, oborri i saj u hap për ta kthyer nga shtëpi e padukshme, plot mister, siç e cilësoi Ministria e Kulturës, në një muze të mirëfillt në kuadër të hapjes për publikun të tilla objekteve. Nga tani e tutje, kjo shtëpi do të njihet si muzeu i përgjimeve, unik në llojin e saj, theksoi Kumbaro. Për shkrimtarin Bashkim Shehu, i cili ishte njëri prej atyre që punuan për hapjen e kësaj godine, ajo nuk duhet të përdoret për qëllime politike ditës. Ministra e Kulturës Zonja Kumbaro bëri disa falënderime, por falënderimin e harruar për njërin prej tyre, kreun e shërbimit informativ shtetëror, nuk e harroi shefi i saj, kryeministri Rama, duke treguar kështu se pakënaqësitë e një pjese të maxhorancës ndaj Ayazit tashmë i përkasin të shkuarës. U harrua një falënderim nga Ministria e Kulturës për drejtorin e sotëm të shërbimit informativ të shtetit, zotin Visho Ayazi, të cilin unë e falenderoj për gatishmërinë dhe për bashkëpunimin, sepse kjo godinë deri përpara se sa ne të hynim këtu sot, ka qenë një godinë që për inerci ka vazhduar të jetë pjesë e infrastrukturës së shërbimit sekret shqiptar. Në këtë godinë Tharama ka patur pajisje moderne dhe sofistikuara për kohën të blera në perëndimin kapitalist, me të cilin kjo godinë edhe luftonte. Sot ne po bëjmë as më shumë as më pak, modestisht, me çfarë kemi trashëguar në këtë pjesë të errët të trashëgimisë sonë, ato që Gjermania e ka bërë qysh në kryet herës me njëherë pas shëmbjes murit. Një proces ballafaqimi të hapur, të drejt për drejt dhe pa frikë me të shkuar në vetë. Sipas drejtuesve të Ministrisë së Kulturës, ambientet e brendshme të shtëpisë së gjetheve për momentin nuk mund vizitohen, pasi ajo është pothuajse degraduar. Por pak persona mundën të hynë brenda për ta prekur misterin e saj. Të njëjtën dëshirë kishte edhe ambasadore e Bashkimit Evropian Romana Vlahutin, por nuk u lejua. Pas disa minuta pritje, edhe ambasadori gjerman nuk lejohet, por vetëm ndërhyrja e këshilltarit kryeministrit Sander Leshit i mundson hyrjen. Top Channel e pyeti ambasadorin gjerman Helmut Hoffmann për impresionin e parë pas kësaj vizite brenda në shtëpi. Well, it's very impressive of course and I very much appreciate. Është diçka impresionuese. Unë jam i kënaqur, njëkohësisht mbështetës e nismave të qeverisë shqiptare, e cila po përpiqet t'ia prezantojë qytetarëve të tilla objekte. Jam shprehur se Shqipëria duhet të përballet me të shkuarën dhe kjo po ndodh, gjë për të cilën jam i kënaqur. Kur ti hyn në një ndërtesë të tillë, është me të vërtetë tronditse kur ti mendon për të kaluar në kësaj godine. Që për ndërtimit të saj, këtë godinë kanë shoqëruar një sër eventesh. Në vitin 1939 shërbente si klinik mjekësore, nga ku do të lindte djali i mbretit Zog, Princ Leka. Më pas do të përdorej si zyrë e Gestapos, zyrë hetimi deri në vitin 1950 për regjimit komunist dhe më pas zyra qendrore e përgjimit për sigurimin e shtetit nën emrin e koduar Objekti Gjethi.